Së pari jashtë kohë, sepse kam qënë 30 janar që ju kam thirrur zonja ministre për këtë interpelancë dhe sot biles doni dhe ta shtyni dhe mos hynte fare në seancë, por nuk kam ndërmend t'i shmangem përballjen. Fakti është që nga 2024 për një vit e gjysmë, mësuesve i keni mbajtur në paga 20 deri 60.000 lekë të vjetra. E thoni është gabim? Gabim, keni mbajtur 1 milion lekë të vjetra mësuesve që duhet ja ktheni. Dhe erdhi këtu e na tha sikur bëhet në një heroin. Çfarë heroizmi bët? Rregulluat një gabim shkaktuar nga ju? 1 milion lekë vjetra mund mos jenë shumë për ju as për qeverinë tuaj, po për mësuesve janë shumë. Dhe unë e kuptoj që vjen ministra dhe nuk mban përgjegjësi sepse këtu urdhrat i jep Edi Rama dhe padyshim që del përpara mësuesve edhe kur i vjen paratë e tyre në mënyrë të padrejtë dhe nuk merr asnjë angazhim për t'i kthyer paratë mësuesve. Dhe nga ana tjetër, mësuesit po përballen sot edhe me një problem tjetër, shkaktuar nga kjo qeveri që ju nuk e dëgjoni edhe pse protestojnë tek ministria juaj. Çfarë ndodh me mësuesit sot që po i nxjin jetën këta që janë qeveri? Pas 15 vitesh në sistem, duke edukuar fëmijët tanë, sot qeveria u thot mësuesve të diplomuar para 2011-s që duhet të pajiseni me licencë. Pra, zhvlerësohen diplomat e mira mësuesve, u mohohet përvoja 15 vjeçare dhe njëkohësisht u rriten taksat, kostot e tyre. Se çfarë do bëjnë me këtë licencim për gjithë qytetarët? Vetëm regjistrimi për këtë provim 100.000 lekë të vjetra. Për të marrë kartonin do paguajnë mësuesit dhe 200.000 lekë të vjetra, se s'ka ndonjë vlerë për këta. Ndërkohë, u kërkohet dhe master me qëllim mbushjen e universiteteve që po zbrazen nga shpopullimi. Tani lind pyetja, nëse sot kërkoni kualifikime, testime shtesë, pse i keni mbajtur në sistem këta mësues për kaq vite? Nëse sipas jush nuk janë të aftë, atëherë a nuk jeni ju në shkelje të ligjit që i keni mbajtur? Në fakt, ta mësues kanë edukuar me breza të tërë, me 15 deri 20 vite eksperiencë. E vërteta është se në vend që të gjeni zgjidhje dhe t'u lehtësoni jetën mësuesve, krijoni artific pas artificie për t'u vështirësuar jetën dhe në vend që të rrisni pagat, se sipas OECD-s kanë pagat më të ulta në Europë, nuk bëni gjë tjetër veç se rrisni kostot e tyre. Sepse nëse do t'ishte qëllim rritja e tyre, atëherë kostot zero për licencat. Çdo me thënë ti merrni lekë mësuesve edhe për t'u licencuar. Dhe nga ana tjetër, doni të merrni para mësuesve. Përfundoni fjalën ju, lutem. Zonja ministre, dega e mësuesisë sot numëron me gishtat e dorës studentët. Jemi në një krizë kombëtare për mësues, sepse të rinj nuk e shohin këtë profesion si një mundësi dhe rrezikojmë të mbetemi pa mësues matematike, fizike dhe deg të tjera të kimisë dhe deg eksakte. Dhe ju në vend merrni masa për zgjidhur këtë krizë, po ju nxjini edhe më shumë jetën mësuesve sepse arsimi nuk ka qenë kurrë prioritet për ju. Në fakt Shqipëria ka nevojë sot për njerëz të ditur dhe jo për analfabet funksional me diplomë. Dhe kjo është emergjencë kombëtare. Faleminderit. Tu përfundon seanca pyetje përgjigjes. Vjojmë me rendin e ditës. Pika e 5. Projekt ligji për një shtesë në ligjin numër 9710, datë 10/4/2007, për portet turistike në Republikën e Shqipërisë ndryshuar, referuar në 73.2 rregullores. Nëse ka pyetje? Po. Zoti Ralt Kapri, pyetje?